Një hapje fantastike, gjatë bukur, që i ndodhi Kosovës, i ndodhi Prishtinës, po tash, pavarësisht nga bisedat tona, pse vendose pas gjithë këtij rrugtimi të kthehesh në Kosovë? Po ashtu, një për arsye jeni edhe ju të pankonfeshit që nuk vjen të nuk kthehesh. Gjithë presion. Për momentin parë që në taku, ka qenë ashtu, pse nuk vjen Prishtinë? Momenti, po dëshira ka ekzistuar gjithmonë, që një ditë kthehem. Po pse pikërisht tani? Po, ishte momenti, erdhi momenti, pse fillova dikun para shumë viteve, po pastaj kapi Covidi, pandemia dhe na vënoi pak edhe ja, tash ishte momenti dhe ktheva. Unë desha me të pyet, doktor, çfarë do të thotë KRIF? KRIF Hospital. KRIF Hospital, po. Them ashtu, emërtimet në vendin tonë shkojnë shumë në internacionale, Evropë, ato, dhe unë fillova deshta të bëj diçka më unike, të bëj më unike, më shqiptare, fillova të kërkoj akronime, emra ato, dhe pastaj kjo disi e gjeta dikun që ishte një institut i njohur në Amerikë, me emën të ngjajshëm, dhe unë me atë profesorin dikun jemi takuar në vitin 2019, në Zagreb dhe në Dubrovnik. A i kishte si kraf, pastaj unë KRIF, i gjeta disa sinonime. KRIF-i, dhe më thënë, knowledge, refraction, innovation and future, pak a shumë në atë mënyrë në gjuhën angleze, dhe fillova pak ta modifikoj dhe ja, lindi KRIF-i. E çka gjejnë pacientët në KRIF, profesor? E që se gjejnë dikun tjetër? Po, unë besoj që e gjejnë një profesionalizëm maksimal, një kujdes maksimal, një empati, dhe them ashtu një përkujdes edhe njerëzor, edhe profesional për syrin në një vend. Ne e pamë, edhe në hapje, po dhe kështu, kemi qenë edhe në vizit, unë personalisht, dhe më ka bërë shumë përshtypje, gjithë ai stacionin, i shumë modern, i profesional, i realizuar bukur, çka nuk e bo kompromis gjatë ndërtimit të klinikës, se sigurisht e ke përcjell. Po, normal. Shiko, them ashtu, njeriu tani edhe në mjekësi, them ashtu, pa aparaturë, pa instrumente, është vështirë të punosh. Edhe pse ka qenë e vështirë, po jam munduar që në teknologji mos të ketë kompromis. Se kur bëhet një bashkëdyzim i punës, i dijes dhe i teknikës së mirë, atëherë rezultati nuk mund të mungon. Dhe ati nuk kisha mundësi të bëjt kompromis, pse nuk kisha qenë komfort. Dhe tani kur ato i kam në vend, gjitha që ka u dasht, për teknologjin dhe aparaturën më të fundit, e cila ekziston, të më ashtu në botë dhe në Evropë, ato i kam siguru, dhe me ato në ndisë sigurit edhe punën time maksimalit për vojën time, dhe suksesi është të më ashtu i garantuar, për suksesi maksimal. Tek vendosja thjerëzave dhe të intervenimet kundër kataraktit e këtu, ku kam rri bota dhe ku jemi ne? Po mund të them që ne jemi të avansuar, pikërisht të thjerëzat që unë i implantoj, janë thjerëza amerikane, është teknologjia fundit dhe një pacient që e merë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atë thjerëzë e merë edhe të ne në Prishtinë, në KRIF Clinic. Kam edhe, përmdoj, kina bërë edhe një paciente para një kohë, kemë në video, e cilë është paciente jona nga Mitrovica, jeton në Amerikë, në Miami, erdhë në vizit të unë, bashkëshorti i saj ishte operuar atje, gjithashtu me thjerëza, po për shkak të astigmatizmit, e kishte një dioptri më të vështira, mjeku i ka thonë, ju nuk jeni për këtë thjerëz, do pritni edhe pak. Po ajo, puna asaj të kërkonte njësoj si të zonja Mihrier të shifte afër. Edhe ajo erdhë në kontrol, thonë të kam dëgjuar, shumë familjar të saj që i kisha operuar në Shkup, po unë nuk isha më në Shkup. Pastaj erdhë në Prishtinë, dhe ashtu direkt më thanë dëgjo, unë më kanë refuzuar
mjeku im oftalmologu më ka thonë që kjo nuk mund të bëhet, a do të mundesh ti të më bësh, thash unë do të bëjmë gjitha kontrollet, dhe nëse jetë kandidat, thash unë besoj që po. Dhe unë i bëm gjitha analizat, e pash ishte rast i vështirë, thash dëgjoj, ju jeni një rast i vështirë, po unë besoj që do ta bëjmë. Ajo është shumë pozitive, edhe e operova, edhe ato dy syt për një herë, erdhë nesër me në kontrol, thëtë ndëgjoj, unë dua ta nxjerr dikon në Facebook, a guxoj, thosh, si guxon ato, tha duhet të bëj një video për ty. Thash, okay, gjithsesi se do e bëjmë, dhe pastaj lindi ideja dhe bënëm një video me të, përvoja e saj dhe sa ishte e kënaqur pas operimit. Po kjo është shumë e rëndësishme, doktor, është e vërtetë se edhe unë kur kam treguar në njërin prej emisioneve në Odan që kam bën ndërhyrjen për juve, kam pas shumë njerëz që kanë shkruar edhe më kanë thirrë në telefon më siguru që unë a e kom thonë të vërtetën, apo vetëm jam të bu reklam. Dhe njerëz kanë nevojë për informacion të sakt dhe të sigurt, do me thonë. Prandaj po them, ajo ka bu shumë mirë që e ka bu videon, sepse njerëzit kanë nevojë për shikim dhe nuk e din adresën ku mu drejtu, prandaj e vlerësoj. Pikërisht edhe kjo informat, po mendoj që po japim për llojin e thjeshtë, se ne gjithmonë kemi dyshime se mos është në Evropë diçka më mirë. Kem pacient edhe miku i zotrin Naimit, i cili është nga Gjermania, dhe më thamë, thjerëzët tona janë thjerëza që implantohen çdo kohë në Evropë, në Zvicër, në Gjermani edhe në Amerikë. Pra, thjerëza është e njëjtë, kualiteti është i njëjtë, nuk ka nevojë të frigohemi, edhe këtë ne duhet të informojmë pacientët tanë. Absolutisht. Pak më emocionale. A ka më shumë emocion doktori kur i njeh pacientët? Gjithsesi po. E keni? Çdo pacient është, them, çdo sy është unik dhe përkushtim është maksimal. Po kur e njeh një pacient është ajo më tepër, them, është raport, është kontakt, ndoshta është një barë më tepër. Se për çdo sy, për çdo pacient është një stres, një barë, një përgjithë, pse ne kemi bërë rutinë, dhe më duhet të përmendi një rast, isha para një kohe, kur ishte në Shkup, dhe unë isha me një shok duke pirë kafe, e kom përmend këtë, ishte dikon ora 4-5, unë isha në pushim vjetor, edhe më thirr një kolegë nga Shkupi, thotë dëgjoj, ka ablacion për atë retinës një shok i imi, një mjek, çka të bëjmë? Thëmë, okay, jam në pushim, sa herë dhe ishte 2 ditë, a ka mundësi ta drejtosh dikun tjetër? Thotë, jo, kisha pas dëshirë me ardh ti, ta kryes është mjek, është i afërt, thash, okay, edhe e kryta bisedin që shokër ferme, i thash, okay, bëjnë e gati, unë do nisem dikon ka ora 7. Edhe vazhdova bisedën të pi kafe, më shikon më thotë, nuk përgatitesh? Si të përgatitem? Nuk tani është ajo mjek, ishte kirurg, është mjek i njohur, klinik, ti do shkon më operoj ato, tash kjo është rutinë, edhe pse është përgjithësi, them, i njëjtë është pak më madh, është koleg, është ato, është njësoj, është një barë më tepër për mua. Një barë më tepër se është e njëjta, përfundova kafën, shkova me vetura, operova dhe u ktheva. A keni pacient që se ke harrua, se harron kur në realitet deri më tani, se përvoja juaj do të vazhdoj, puna juaj patjetër? Ka disa pacient më specifik që janë më të vështirë, atëherë i mban mend. Me sa e di unë edhe Big Mama ka bo një ndërhyrje të tillë? Big Mama para shumë viteve, edhe ajo ka bë largimin e dioptrisë, edhe ajo, edhe Big Mama. Kush tjetër prej emrave që janë emra publik të stradës, po themi, ndoshta njerëzit janë kurioz me ditë kush ka pas? Po Big Mama, ju jeni më e madhe. Po unë jam deklaru. Unë jam deklaru gjithmonë, kam tregu. Edhe një pyetje interesante. Për veti, doktora, shihni mirë? Po, edhe pak për afër. Doktor nderuar. Kam pas një rast ka herë, bisedoja
për fatin ton të mirë që ju kemi juve dhe klinika tjera që na bojnë dërman. Sepse dikur një mikimi përjetoj një infarkt, e stentun në vitin 1996. Edhe i thashune, e qa me bona? Që kur në Balkan s'ka këtë mundësi, dhe tash mundësi ti kemi. Duhet pyet diçka pak ma shpejt që tash. Edhe pse nuk shquhesh kështu për të folur të lartë si që bëjon. Po, vërtet. Po përgjigje të shpejta i ke. Se Du të kam mundohem, pa kështu në... du mundohem, po. Qa mi bo Sofis që ne ke tutë shumë kër e kemi pas në... Në klinik. Në klinik. Po. Fjala që e përshkruan më mirë profesionin tënë. Më duhet të mendohem, përgjigje më e gjatë duhet. Si ta përshkruaj, është një profesion me stres, po është profesion i mirë, i pastër. Edhe falenderus. Edhe falenderus shumë. Mirë njohës. Po ndoshta më tepër që është mirë njohës. Profesor, gjaja më e rëndësishme për një kirurg është? Të jetë i qetë dhe i shpejt në vendimarrje, sidomos në sallë. Operimi që nuk harrohet? E kemi këtë të Miamit apo kemi edhe nëjë tjetër? Kjo e Miamit është tani, po operimi që nuk harrohet është një vajzë 11 vjeçare, e cila kishte një lëndim të madh, edhe ato e mbajnë me ashtu, me thonë, tërkohën. Dhe sot jemi mirë? Dhe sot jemi mirë, po, me të jemi mirë. Ashtë e lumëtur? Ajo është e lumëtur, tani më veç është e rritur e madhe, vjen në kontrollat të rregullat e po është ka qenë sfiduese. Krenaria më e madhe, se njeriu e krijon një krenari gjatë punës, gjatë sukseseve, realizimit. Po, ajo që e përmendëm më herët, ndoshta ai momenti kur pacientët që nuk shohin, pacienti kur vjen në kontroll edhe fillon të buzëqeshe, edhe të shikon ashtu disa dhe fillojnë me qajt, është një ndjenjë që nuk mund të përshkruhet. Ndoshta aty të përmbyllet edhe misioni jonë, si mjek, si oftalmolog, si kirurg. Ata sigurisht je më i lumtur i botës, a? Je i përmbushur, ndoshta gjitha e lodhja, ai stresi përmbyllet në atë satisfaksion, po. A pranon thirrje lumturie kështu, edhe në orët e vonat natës, se ti ma ke kthyr dritën. Gjithmonë, po, gjithmonë ka thirrje, ngurojnë nga një të rasin më vonë, tani ato, po, ka falenderoj kom disa pacienta që më thrasin gjithmonë për Bajram dhe festet e tjera. Edhe falenderojnë. Po. Çfarë do të doje të arrinte Krif Eye Hospital pas 10 vitësh? Pyetje interesante që ja përshkruajmë vetit, po. Kisha pas dëshirë që të bëhet një qendër, një sinonim për të them ashtu të profesionalizëm dhe të përkushtim ndaj pacientit maksimal. Sonte kemi fol pak për personazhin tuaj, shumë të realizuar, dhe që kjo është gjë e bukur për juve sigurisht, edhe për familjen tuaj, edhe për krejt kombin, edhe për vendin, edhe për faktin që përveç e realizu vetë, krejt këtë profesionalizëm, të sukseshëm, këto rezultate, jasjel Kosovës. Dikur, shqiptarët vinin në Macedoni, në Sistin, sidomos, për ta kërkuar doktor Ilirin. Tash vinë në Macedonia dhe Macedonët për ta kërkuar në Prishtinë doktor Ilirin? Është interesant ta përmend, isha me një koleg tim edhe unë kur fillova të punoj në Sistina, kisha pacient normal Macedon dhe raste shumë të rënda, edhe më thot, ti je kosovari i parë të cilët të farmyre mjekon edhe Macedon edhe tjerë, unë isha në Shkup atje, dhe tani kur e hapa në Prishtinë, fillon të vinë pacient nga Macedonia dhe nga qytetet e largëta, dhe më ashtu po ne mjaft kemi shkuar atje, tash u shkohet vinë edhe ata të ne tani. Isha i pari kur fillova atje, tani i pari që vinë këtu. Që është një ndjenjë e mirë.
Gjëja më e bukur dhe që ndoqën është akademiku tonë që ka kërku një doktor. Po, është një. Dhe kanë thonë doktor Iliri. Ka ikë. Është këthy për zdyti, ka kërku një doktor, i kanë thonë doktor Iliri. Prap me dyshjet. Herën e tretë ka thonë, po let jetë kush jetë se du më shku të ky Iliri. Po shumë kush është. Ishte për ta duar tërkitur edhe falenderu profesorin e nderuar që se në fund funit ata kanë dorë në edukimin tonë edhe në ngritjen tonë deri më sot. Kush janë suportuesit tu që të kanë suportu, po edhe të kanë duru se është dashdurim për të realizuar deri në këtë nivel. Suportuesi dhe më i madh dhe bashkëpunëtori më i ngushtë është bashkëshortja me Flutra dhe e cila prej Dojna me përshëndet me një shumë respekt. Flutrën edhe falenderojmë, edhe e përqafojmë për i këtu me që sot nuk është këtu. Edhe mujna me jaknu kohën flutur, ka flutron. Aty ku Ilir Osmani shkon, se s'ka ku tjetër. Ka ndërse që ka qenë përkrahje më e madhe dhe ende është, ka qenë shumë vështirë, pa pas një përkrahje, dikjen ashtu është për kujdes në atë kohë për fëmijët, normal kuptohet, derisa fillon të rriten, tani punon së bashku me mu, pa ende është suporti më i madh. Sa fëmijë keni? Kemi 2 fëmijë, Ronin dhe Kajen. Nëse do ta kishe një mesazh për fundin e këtij emisioni tonë të përbashkët, se unë thëmë gjithmonë, në një emision nuk është të thënë për thënë edhe për dhënë të tërën. Por do të na vish prapë. Po, gjithsesi. Në arritje tjera, sidomos në arritjet në botën e shkencës, se të kësaj, që njerëzve u akthën dritën. Cili do të ishte mesazhi juaj për njerëzit që na shikojnë sonte? Mesazhi im është që tani ne kemi filluar të kujdesemi më tepër për organizmin, në kuptohet edhe për syt. Mesazhi im që të bëjmë kontrollat të rregullta të syve, që të i ruajmë syt dhe t'ja besojmë ekspertëve të vërtet të lëmis. Edhe ta përcaktojnë dioptrinë mirë e saktë, se ka do që një kohë kanë blejë syze për me lexuar në pazar dhe i kanë lënë parë se i hupshin, do në zyre, do në makinë, do të shtëpia, do rrugës, do dikun. Kur në shtin dur në imë, ma shkurt, ma shqip. Së shpejt. E profesorin nderuar ishte kënaqësi. Besoj që na kanë ndjekur, na kanë dëgjuar të gjithë. Dhe lumsi ata studentë që ju dëgjojnë juve. Dhe duke i dëshiruar gjithë të mirat e botës, si një lloj mirënjohje për atë që bëni për pacientët, për njerëzit që kanë nevojë, dhe ju bën ndërmend, dua të them që ishte shumë kënaqësi që ju kishim musafir. Besoni, kam insistuar ju kemi musafir, shumë më pak për reklam, po shumë më shumë për shërbimin edhe për garancin që ju ofroni njerëzve, sidomos ata që ju kanë ofër këtu në Kosovë. Prandaj, zgjidhja edhe adresa është Krif Hospital, këtu te Vetërniku e kemi afër. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ishte shumë bukur që u shkam stafë. Faleminderit shumë. Faleminderit për besimin për sy të juaj.